viktima janë ata që ikin nga Shqipëria me gomone. Tani roli viktimës realisht nuk ju shkon. Nëse këtu ka viktima në këtë vend, viktima janë ata që ikin nga Shqipëria me gomone. Ata që s'kan mundësit që keni ju, që kanë familjarët tuaj, që kanë miqtë tuaj, shokët tuaj, ata që ju po pasuroni. Këta janë viktimat e vërtetë. Përsa i takon fyrjeve dhe sharjeve, nuk për ti tjetër veç atë që bëjnë gjithu çdo ditë ne flasim për gjëra të vërteta dhe konkrete. Si që kërë në fut sa budallar, dhe ku sa se që jam idiot. Po unë nuk kam për më të merrem me këtë gjë, kam për më të merrem me faktet, vetëm fakt. Ju thatë, psi më kalon mua në përmendje që pas kompanisë offshore, si më kalon mua në përmendje që pas kompanisë offshore në Holland mund të jeni ju, ministra tuaj, apo më dëgjoni një sekond, më dëgjoni se fole, më dëgjoni se fole. Tani, si më kalon mua në përmendje, po si mund mos kaloj mua në përmendje? Ju dhatë një 26 vjeçari, ministria juaj, që i mori aplikimin 26 vjeçarit para se 26 vjeçarit regjistron të kompanin. Edhe këtë nuk e them unë, e thot zëri Amerikës, sepse duhet dini diçka, zotë kryeministër. Kompanit offshore prandaj duen që t'jetë e pa mundur të gjesh se kush janë përfituesit. Dhe tani ju vini këtu duke për viktimin e thoni, qa jam këto budallojqe, qa jam këto gënjeshtra. Ma në thirë mua ti që jam unë. Po kompanit offshore prandaj bëhen, për ta fshehur. Që nuk mund të më kërkoni mua të sjell provën që pas kompanisë offshore është qeveria dhe jeni ju. Unë e kuptoj, zotë kryeministër, nga fakti që ju e keni bërë njerë, ko që zgërdhjeni aty, e keni bërë njerë u kapët me kompaninë offshore Delaware, që falsifikuat firmën e koordinatorit. Ju u kapë, të kushku, unë u kapa, unë ja dhash 20 milion euro, unë ja dhash tendrit 26 vjeçari që kishte falsifikuar gjithçka, që thoshte kam